7 maj, mos i shërbe Perëndis. Në të vërtetë sytë e Zotit përshkojnë tërë dheun për të treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë një zemër të ndershme ndaj tij. Libri i 2 i Kronikave 16:9. Çfarë po kërkon Perëndia në botë? Asistent? Jo, Ungjilli nuk është një reklam që thotë kemi nevojë për ndihmë, dhe as shërbesa e krishterë nuk është e tillë. Perëndia nuk po kërkon njerëz që të punojnë për të, por ai po kërkon njerëz që do ta lejojnë atë të punojë pushtetshëm në dhe përmes tyre. Në të vërtetë sytë e Zotit përshkojnë tërë dheun për të treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë një zemër të ndershme ndaj tij. Libri i 2 i Kronikave 16:9. Ai është punëtori i madh. Ai është shpatullgjeri që mban barrët mbi supet e tij. Perëndia është i fortë dhe ai po kërkon mënyra për ta treguar këtë. Kjo e dallon Perëndin nga ata ashtu quajturit perëndi të botës. Ai punon për ne. Isaia 64:4. Nga kohët e lashta askush nuk kishte dëgjuar kurrë, asnjë vesh nuk kishte dëgjuar dhe asnjë sy nuk kishte parë ndonjë perëndi tjetër veç teje. Me fjalë të tjera, kjo është veçantia e tij, që vepron për atë që ka shpresë tek ai. Çfarë do Perëndia nga ne? Jo ato që mund të presim ne. Perëndia e qorton Izraelin sepse i solli shumë flijime. Nuk do të marr asnjë dem nga shtëpia jote. Të mijat janë në fakt tërë kafshët e pyllit, po të kisha uri, nuk do të thosha, sepse bota dhe sa ajo përmban janë të mijat. Psalmi 50:9 deri në 10 dhe 12. Por, a ka diçka që mund t'ja japim Perëndis dhe që nuk e ul atë në statusin e përfituesit? Po, shqetësimet tona, nevojat tona, përgjërimet tona për fuqi për të bërë vullnetin e tij. Ky është urdhërim, duke hedhur gjithë merakun tuaj mbi të, e pari Pjetrit 5:7. Perëndia do të marrë nga ne me shumë kënaqësi çdo gjë që tregon varësinë tonë në gjithë mjaftueshmërinë e tij. Në thelb, krishtërimi është rikuperim. Pacientët nuk u shërbejnë mjekëve të tyre. Ata kanë besim te mjekët se ata do t'u japin kura dhe terapi të mira. Predikimi në mal është këshilla mjekësore e doktorit ton dhe jo përshkrimi i punës nga punëdhënësi ynë. Vetë jeta jon varet nga të mos punuarit për Perëndin. Por atij që bën vepra, paga nuk i llogaritet sipas hirit, por si detyrim, ndërsa atij që nuk bën vepra, por beson në atë që drejtëson të pabesin, besimi i tij i llogaritet për drejtësi. Romakëve 4:4-5. Punëtorët nuk marrin dhurata. Ata marrin atë që u takon, pagën e tyre. Nëse duam ta kemi dhuratën e drejtësimit, nuk guxojmë të punojmë për të. Perëndia është ai që punon në këtë çështje dhe ajo që ai merr është lavdia e të qenët bamirësi i hirit dhe jo përfituesi i shërbimit.